Që ta ndajmë 3 pika kryesore. Në cilat aspekte mund ta qesun veten para fëmijëve të mi, për shembull? Nëse unë du me shku dikon edhe ata njëkohësisht dikon tjetër, unë me zgjedh veten. A e ke fjalën kështu? E gjem një kompromis. Okej. E shoh, do të thonë, që ta kuptojnë qartë. Tash jemi të fol, jemi të dash me shku në një udhëtim dhe ti po don me shku dikon, fëmijë dikon tjetër. Janë gjëra të vogla që ndonjëherë ti si prind bën kompromise. Okej. Por çka po them unë është ndonjëherë prind e teprojnë, e harrojnë veten komplet. Nuk flen mjaftueshëm për shkak të fëmijëve, janë stres. Që thash, nuk din milona ata të lirë shko për cilët e shkolla, bën gjithçka komplet për kushtimin shkon te fëmijët, çka ndodh, ti veç e ke lënë karrierën tonë, e ke lënë vetën tonë anash, nuk e ke bën një fenirem, nuk e ke bën një tosh, gjëra bazike ndoshta, do të thonë se një kompromis se apo shkojmë këtë vend apo në atë vend, ajo nuk është diçka shumë e rëndë për nënën që një zakonisht shumë e madhe. Që e bën zakonshëm që e tham edhe në pjesën e fillim. Po nëse po me harru veten. Po, absolutisht, unë do doja kështu të ndoja si eksperiencë personale, unë po besoj lidhet me këto që thatë. Për shembull, pavarësisht që kam 2 djem, i dërgoj i marr për shkollë, i dërgoj dhe i pres futboll i marr, unë kam kohë me shku në fitness për vete, me shku me bë grim, me bë thojt, me shku me bë check-up për shëndetin tim, me dal me shoqet e mia, me dal me personat që më bajnë të lumtur. Kjo është ajo çka nuk që ta kuptojmë qartë, sepse unë e di, është qëllimshëm e bëna pyetjen e udhëtimit, sepse absolutisht e pata të qartë, po e di që do të gjykohemi nga jashtë, sepse dëshirat e fëmijëve janë më të mëdha se tona dhe kemi me pas komente të tilla, e që ta qartësojmë. Nuk është fjala me ushtyme fëmijën cili po fitojmë në një vendim, fjala është me pas kohë për veten, edhe që ajo reflektohet edhe te koha që e kalon me fëmijët 1 orë, po 1 orë cilësore, për shembull.